Ardë të bënë shtëpia e re. Ja, kjo është shtëpia e re e milionerit, me njerëz të rinj, entuziazëm të ri, por ajo që mbetet gjithmonë e vetmja dhe e famshmja, unike në botë. Show më i famshëm kush do të bëhet milioner. Dhe në këtë mbrëmje të së hënës, unë ndoshta në mënyrë të veçantë doja të ndaja diçka me publikun tim. As unë dhe as ndonjë artist tjetër, ose qoftë edhe një qytetar, nuk ka lindur, nuk ka ardhur në këtë botë që të rregullojë apo të ndryshojë një sistem të gjithin. Fuqit mund të jenë dhe të tilla, dhe të mëdha. Unë do t'i thoshja publikut tim që më tepër kërkoni të argëtojeni, se sa të ndiqni për ditë dhe net të tëra politik. Flet ai, flet ky, jemi ndarë dhe mi përqarë, është bërë një popull shqiptar, një popull sa i majtë dhe sa i djathtë, kur faktikisht duhet të shikojmë që të gjitha interesat tona qytetare, për ato që është për ardhmërinë, për lumturinë, për shëndetin dhe jetën tona mbi të gjitha. Dhe këtë dritare e ofron si veç të tjerave, show ku i kush do bëhet milioner. Është për të gjithë, për fëmijë, për të rritur. Politika na ka ndotur jetën, na ka filluar të ndoti dhe ekranet. Në këto momente të kthejmë atëre tek loja, tek sfida jon, tek ata që sy e vesh në këto momente bëjnë gati që përpos prezantimit kush do të jetë sfidanti i parë i radhës. Më tërheq vëmendjen në zonja se përderisa është në moshë, ndoshta është për herë të parë të paktën në një vit që drejtoj unë, që shikoj një zonjë kaq në moshë. Gjithsesi të falenderoj dhe në emër të stafit, mirë se keni ardhur. Uroj që në një farë mënyre ardhja juaj le të jetë një fillim. Pse? Sepse dijet asnjëherë nuk kanë kufi, jo më që moshat e mëdha kanë më shumë dije se kushdo tjetër. Se veç të tjerave kanë një histori në jetën e tyre, kanë një bagazh të cilën ne kemi dëshirë të dëgjojmë dhe mbi gjitha pse jo. Pse mos ta quajmë veç dijes edhe mësim. Në fundit ky është edhe misioni, edhe qëllimi i show-ut ton. Pa humbur kohë të dashur miq, le t'i prezantojmë ata me radhë se kush janë kandidatët, sfidantët në këtë natë magjike. Regjia, ju lutem, më ndihmoni t'i prezantoj me publikun e gjerë. Julieta Sulstarova, Tiranë. Gami Zeka, Prishtinë. Fadil Dalipi, Dardan. Ergin Brahimi, Mitrovic. Gentiana Qendro, Tiranë. Erioni Meraj, Tropoj. Erzeketa, Tiranë. Duke ju uruar mirëseardhjen, është momenti të bëhemi gati për sfidantin. Kush do të jetë ai më i shpejti, më i shkati, që do të gjejë përgjigjen. Atëherë lutem më një herë, pa humbur kohë regjia, pyetjen për përgjigjen më të shpejtë. Renditi këta filma shqiptar duke filluar nga më i vjetri. Nëntori 2, Tana, Debatik, Vdekja e Kalit. Po thuaj se kanë mbaruar sfidantët tanë. Renditja, Tana, Debatik, Nëntori 2, Vdekja e Kalit. Më i shpejti Gentiana Qendro! Mirë se erdhe. Shkoj. Po, bravo. Bukur. E pra, të dashur miq, që nisim sfidën e kësaj mbrëmje me një zonjë. Gentiana Qendro vjen nga Tirana. Po. E martuar? E martuar me 2 vajza. Me 2 vajza. Të moshës? E madhja është 14, e vogla është 8,5. 2 bukuroshe si 2 yje, bukur. Bashkëshorti juaj? Bashkëshorti im quhet agron, është inxhinier mekanik dhe punon në një sektor shtetëror.
Mirë shkoni me agronin? Shumë mirë, agronat Po, janë ku shumë ka të mirë. agronat janë të shkëlqyer. Janë shumë të Këtë mirë. thotë edhe gruaja ime, kur të njoha unë ty o Zot se s'do të kisha marrë, po ashtu ishte koha, tha. Qatë ti bësh, nekse. Bukur, profesioni juaj? Atëherë, unë kam dy profesione, nëse mund ta quajmë kështu, jam farmaciste dhe juriste. Por punoj pedagoge në universitet. Në universitet, në fakultetin E farmacisë. e farmacisë. Bukur shumë, kënaqësi për ne se në fundit është mirë kur na vinë njerëz që kanë një lloj statusi, por megjithatë që kanë çfarë të tregojnë. Sa kohë keni që keni përcjellë, keni ndjekur show Kuicin ton? Që në fillimet e tij. Keni marrë pjesë? Po, kam konkuruar dhe një herë tjetër në muajin prill, pothuajse para një viti, por nuk fitova gishtin e shpejt. Ashtu. Tani ishit Tani me isha fat. gishti me Ishit me fat, me ndoshta fat. ndikoi dhe ndrimi. Mbase, mund të ketë qenë një ogur i mirë dhe ai. Normale ju keni informacionin se shtëpia jonë është e re, këtu me fjalë. Po, sepse kam qenë në shtëpinë tuaj të vjetër, Ashtu. Keni qenë? A bukur shumë. në Shkup. Si ju duket shtëpia milionerit? Tani për mua është super e ngrohtë. Është super. Domosot. Kuici ynë përbëhet nga 15 pyetje të ndara në 3 nivele, niveli i parë i garantuar 250 euro, niveli i dytë 1750 euro dhe niveli i tretë që signifikon shumën 50.000 euro. Në këtë garë shoqëroheni nga 3 miq, telefonoi një miku, ndihma e publikut 50 me 50, unë agroni para te, agroni tjetër e ke në shtëpi, ky publik kaq magjik. Jemi gati të fillojmë? Besoj se po. Atëre, pyetja e parë për Gentën. Kujt nuk i flitet në autobus? Faturinos, bashkëudhëtarit, policit, shoferit. Atëherë, përgjigjja ime përfundimtare është në D, shoferit. E sakt. Pyetja e dytë. Cili nga këto objekte kërkon një leje për të mbajtur? Laptopi, arma, celulari, televizori. Atëherë, përgjigjja ime përfundimtare është në B, arma. E sakt. E treta pyetje. Ulljet dhe ngritjet në veprimtarinë e dikujt njihen si tiktake, tektuke, zigzake, shahmate. Atëherë, përgjigjja ime përfundimtare është në C, zigzake. Zigzake, mund të ishte gjetur edhe të pjeta, por gjithsesi është me sakt përgjigja. 100 euro për ju. Pyetja e katërt. Si quhet zakonisht procesi i procedurave burokratike? Stërvitje, ushtrim, nxemje, praktik. Përgjigjja ime përfundimtare është në D, praktik. Praktik. E sakt. E sakt. Dhe pyetja e pestë. Nëse një vajzë kërkon të ndjek karrierën e Ermonela Jaos, çfarë do të bëhet? Piktore, aktore, soprano, balerin. Përgjigjja ime përfundimtare do të jetë në C, soprano. Përgjigja juaj ishte e sakt. E sakt. Pardon, e kam penalti. Penalti zonë. Çfarë komoditeti. Domethënë, në një vit hypja e zbritja nga një karrige e madhe, kapesha, mirë, muskuj të bën kështu, po, thoshin njerëzit do bjerë agroni atje, do bjerë këtu, kurse tani Ali Pashan e ke dëgjuar? E kam dëgjuar. Ja Ali Pashaj tjetër. Ali Pasha, më shijon shumë. Ka lezet. Gentiana, kush janë në përgjithësi hobet tuaja, kështu ka dalë kështu si shprehje kjo me fjalë, ato çfarë ju pëlqeni më tepër për të marrë në kohën e lirë? Atëherë, deri më sot ka qenë studimi. Studimi. Një nga hobet e mia më të shumta dhe më pas janë puna e dorës. Domethënë, praktikoj shumë për kënaqësitë e mia, bërjet e bijouve, të cilat i bëj vetë bijut e mia. Praktikoj shumë punën e dorës, qoftë qëndisja apo punën me shtiza, mbasi pak të vjetra në kohë për
Këto vajzat e reja, po që mua më pëlqejnë shumë. Ju këtu keni ardhur e shoqëruar? Shoqëruar nga vajza e vogël, Kristina. Vajza e vogël, Kristina. Përshëndetje, Kristina. Përshëndetje. Po, ju jeni tamam për të junior milioner. Po pse keni ardhur ju, nuk ka ardhur motra e madhe, për shembull? Motra e madhe nuk donte. Nuk donte, e kupton? Ë? Ka testimet e fund semestrit edhe ndonjë për të përgatitur. Kristina, ku jeni lindur juve? Në Tiranë? Po. Në Tiranë. Në çfarë shkolle je? Albanën dhe jam në klasë të dytë. Në klasë të dytë. Bukur, kthehemi tek loja. Gentiana, vim tek pyetja e 6 për ju. Po. Është telajo në pikturë? Këmbalec, penel, pëlhur, tavoloc. Atëherë, këmbalec dhe penel nuk janë. Pas tavoloc, përgjigjja ime përfundimtare është 9C, pëlhur. Po pse Gentiana, tre ndima të pakonsumuara me një fjalë edhe, pra do të kesh gjithmonë jo këtu po edhe kudo, asnjëherë nuk do të nxitohesh, sepse nxiton dhe ka bon si në këtë rast për shembull ju ishit sakt. Sakt. Është sakt. Dhe pyetja e 7 është: një studim i gjerë e i hollësishëm shkencor që trajton një çështje a një temë të veçantë njihet si antologji, bibliografi, monografi, nomografi. Atëherë, antologji nuk është, në këtë rast, sepse do të kishte të bënte me shkrime apo me studime të disa autorëve lidhur me këtë. E njëjta gjë është edhe për bibliografinë. Besoj se duhet të jetë monografia, sepse është studim për një çështje, nuk është disa. Bibliografia janë studime, domethënë, të disa autorëve për të njëjtën çështje apo për të njëjtën temë të veçantë. Kështu që mendoj se përgjigjja ime përfundimtare do të jetë në 9C. Shkojmë për pak publicitet dhe rikthehemi sërish. Faleminderit. Rikthehemi sërish në këtë mbrëmje të së hënës në show ku isin kush do të bëhet milioner, përballë meje Gentiana Qendro nga Tirana. Unë që në përgjithësi adhuroj dhe i pëlqej njerëzit që lexojnë në këto momente, domethënë shikoj në sy dhe them me veten time që si ka mundësi njëra pas tjetrës e përsëri e sakt. E sakt. 500 euro për ju deri tani. Gjokasta ishte grua e Lajusit, ndërsa nëna e Ajaksit, Edipit, Akilit, Uliksit. Kërkojmë ndihmën e publikut. Ndihmën e publikut. Atëherë e lutem publiku, bëhemi gati për të telekomandën. Pyetja është: Gjokasta ishte grua e Lajusit, ndërsa nëna e Ajaksit, Edipit, Akilit, Uliksit. Në qoftë se i keni pultet, ju lutem, po, i shikoj që bukur, rregull. Atëherë në qoftë se jeni gati, votimi fillon tani. Kemi një shpërndarje 50-50. Edipi dhe Akili kanë nga 36%, Ajaxi 21%, Uliksi do më thënë dihet që se pas ka nuk që nga mama e...
dy alternativa janë. Ose do t'i besosh instiktit, ose do kalosh në ndihmë tjetër. Sa e vështirë që është kjo zgjedhje. Kur je 50, domethënë kur janë dy alternativa gjys për gjys. Gjithmonë në zgjedhje, zgjedhet edhe kur është e keqja në mes, thuhet duhet zgjedhur e keqja më e vogël. Ashtu është vërtet. Domethënë, dhe në këtë rast, në dy alternativat që ka një instikti i cili mund të të çojë drejt një përgjigje pozitive, por edhe e kundërta, dhe ndihma tjetër e cila do të ta lehtësoj rrugën. Atëherë unë po riskoj dhe po ndjek instiktin. Përgjigjja ime përfundimtare është 9B. Edipit. Sa përqind ishe e sigurt në duke instikti? Nga se unë nise që Edipi? Si ti, nuk e di, mbasi që kur u dhanë këto alternativat, aty vajti direkt, domethënë Filmin Troja, nuk e ke parë? para shumë kohësh. E ke parë? Para shumë vitesh. Para shumë kohësh, variantin e ri? Ja. Ha? Ja. Kur Akilin atë monologu që i vrasin shokun e ngushtë, Ajaksin, edhe që i drejtohet qiellit, jo kasta mana mu. Se ke dëgjuar këtë? Ja, fatkeqësisht. As unë se kam dëgjuar, se ishe e saktë. €650 për ju. Vim në pyetjen e 9. Pyetja e 9. Cilat vende i viziton Liz Gilbert për të gjetur vetveten në filmin Ha lutu dashuro? Italinë, Pakistanin, Filipinet, Francën, Sri Lankën, Tajlandën, Francën, Kinën, Malajzinë, apo Italinë, Indinë, Indonezinë? Kam arritur të lexoj shumë pak nga ky libër. Dhe një nga vendet që më është fiksuar më shumë base në ato faqet e para që kam arritur të lexoj ka qenë Italia. Kështu që tani e kam në mes alternativës A dhe alternativës D. Jam në mëdyshje në këto vendet e tjera, Italinë, Indinë, Indonezinë, apo Italinë, Pakistan dhe Filipina. Edhe po të kërkoj ndihmën 50-50. Sepse jam e sigurt, jam e sigurt për këto që këto do dalin. 50-50, këto dy alternativa do dalin, sepse Italia është një nga vendet ku ajo ka shkuar për t'i vizituar. Do përdorim 50-50? Atëherë. Po, ju do meni me dy. Do riskoj. Kam hyrë në lojë thjesht për kënaqësi dhe kështu që nuk normal, absolutisht që nuk është qëllimi im, domethënë thjesht ajo. Përgjigja përfundimtare është në D. Italinë, Indinë dhe Indonezinë. Si film është realizuar nga Ryan Murphy në vitin 2010. Juftoj një duardhokitje për Gentianën. E sakt! E sakt! E sakt! E sakt! Atëherë kalojmë në pyetjen e 10. Ç'lloj veshje është filibek? Veladon, këmishe gjatë, fustanell, mantel. Këtë vërtet që nuk dua të riskoj, sepse jam në pyetjen. Ku i ke dyshimet? Atëherë. Midis B-s dhe D-s janë dyshimet e mia. Dhe kërkojmë ndihmën 50-50. Dyshimet i keni ndërmjet B-s dhe D-s. Po. Dhe në këto momente sfidantja jonë kërkon ndihmën 50-50. Regjia, ju lutem largoni dy variantet më pak të dobishme, ose më saktë, më pak të mundshme për të qenë sakta. Përgjigjet janë A dhe C.
Atëherë mund të përdor dhe ndihmën e tretë. Telefonoj një mikut. Telefonoj një mikut. Kush është? Im shoq. Goni. E Goni. Në këto momente, sfidantja do përdori edhe ndihmën e fundit telefonoj një mikut dhe pikërisht ka zgjedhur bashkëshortin. Agronin, inxhinier, nuk ka agron që mos japi përgjigje të saktë. Ju lutem regjia, bëni të mundur lidhjen. Po, Agron, përshëndetje. përshëndetje. Agron Llaka jam. Po, agrongjetë që të quhen. Po, Si jeni, hajde si mirë. ju mirë. E gëzofshi këtë emër kaq të bukur, këtë emër kaq të madh. Agron, Duket emër me fat. është emër mbreti, nuk e di, historik e lexuar besoj. Po. Në këto momente, bashkëshortja juaj, Gentiana, ndodhet në pyetjen e 10, ka konsumuar 2 ndihma dhe në telefonoj mikut kërkon ndihmën tuaj. Po. Uroj që mos ndodhi si në traditën e gjithhershme, sa herë gratë kërkojnë ndihmë nga burrat si gjithmonë i ndihmojnë. Pra duam një përgjigje të saktë. Edhe koha për përgjigje dhe njëkohësisht edhe pyetja, ushtrimi i pyetjes është 30 sekonda. Unë duke ju përshëndetur, ju uroj sukses edhe fat. Ju kaloj me njëherë Gentianën. Po. Goni, më dëgjon? Po. Ç'lloj Po, veshje po, është fili beg, veladon apo fustanell? Fili beg. Po, unë mendoj që veladon, po të që mendoj dhe herë vetë. Mendoj që veladon duhet jetë, po mendoj dhe herë vetë, që ku du. Faleminderit. Kjo është tjetër. Kjo është përgjigja klasike e burrave. Po. I zotin ndjerë do marrin nga bajta. Vetëm një agron e thot batutën e tij. Fantastike ishte ndihma. Ndodhi ashtu siç e parashikova unë. Kur vjen momenti për ndihmë, agroni nga është në origjinë. Ai në origjinë është nga Biri, ndërsa unë jam nga Gjirokastra në origjinë. Mali po thash besoj. Jo. Atëherë, po e marr për bazë përgjigjen e tim shoqin, ndihmën. Në humbi do ta ndajmë të dy bashk, po fitova, fitoren do ta mbaj për vete. Ai ishte e lam dorën tuaj gjithsesi. Kam besim tek njohurit e tij sepse është tip që lexon shumë. Atëherë, të dalë ku të dalë. Përgjigja ime përfundimtare është nëna, veladon. Publicitet të rikthehemi sërish. Rikthehemi sërish të dashur miq në show Quizin Kush do bëhet milioner, me një sfidante jo në konceptin fizik simpatike, por në atë çka afron. Shpresova se duke patur dhe emrin Agron bashkëshorti do ishte në sintoni me përgjigjen pozitive, por ju e respektuat zgjedhjen e tij duke respektuar që edhe ai ishte një njeri i lexuar dhe gjithsesi unë të falenderoj nga zemra që ishe në shohun ton dhe më ka lënë një përshtypje me të vërtet për të patur zili. E falenderojmë sepse përgjigja ishte pasakt. Jam fustanella me katror Koceze. Gentiana, të falenderoj që ishe me ne.